Shqipëria tërheq vëmendjen si vatra e fundit në Ballkan e një prej cikleve të lashta mesjetare të këngëve të kreshnikëve. Në këtë cikël, ku përfshihen disa dhjetra mira vargje, pasqyrojnë, sipas modeleve të lashta kulturore, virtytet morale dhe luftarake të popullit shqiptar, heroizmi i tij tradicional, qëndresa dhe vendosmëria për mbrojtjen e vendit të lirisë përballë agresioneve të huajve. Shohim lautarin e talentuar Lesh Prekushi nga Ishulli i Shkrelit, Lezhë. Është një nga rapsodët e shumtë që jetojnë sot në krahinat tona të veriut, të cilët interpretojnë me patos patriotik edhe sot këtë gjini tradicionale. Shkar balazi djogun me jo mar Adha shpine djogu të najkoro Po bjeruje kune dhe do me pi Shtere dore në ujët e me jo lon Mas me rinit e kerohin jo kop Vithe gjagut e akune në mamen Për kreni e njëti e anis Hala muje valozin e ton Hala mrapa në valozit jamu Thajne vite u valozin më kop Enare vetin e valozin e marzo Ja ky e kra E me shpatja shkurëtonun në përro